Dashi. Do jeni në kërkim të emocioneve të forta sot ju që jeni në një lidhje. Duke qenë se komunikimi dhe bashkëpunimi në çift do jenë të mira, të gjitha dëshirat do ju realizohen. Beqaret nuk do ndihen ende gati për të filluar një etapë të re në jetën e tyre. Financave ju duhet kushtuar më tepër vëmendje. Po e ruani sot të stabilizuar situatën, edhe e nesërmja do jetë e sigurt. Demi. Do jeni në humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do kaloni mjaft momente romantike pranë personit që dashuroni. Për asnjë moment nuk do mërziteni. Beqaret mund të kenë edhe dashuri me shikim të parë sot, kështu që duhet t'i bëjnë syt katër. Në planin financiar do jenë të favorshme edhe transaksionet e rëndësishme. Situata do jetë më e mirë se sa mendonit. Binjakët. Do e adhuroni atë që keni në krah gjatë kësaj dite dhe do dashuroheni sikur më parë. Emocionet do jenë të papërshkrueshme. Nëse ende jeni beqarë, duhet të përfitoni nga mundësitë që do ju jepen për të dalë dhe për të njohur persona të rinj. Në planin financiar do ju duhet të bëni goxha sakrifica për ta stabilizuar me në fund situatën në të cilën ndodheni. Gaforja. Gjërat nuk do shkojnë ashtu si ju i kishit ndëruar në jetën në çift, kështu që do ketë edhe momente kur do mërziteni pa mas. Beqaret do kenë takime të shumta. Me siguri që sot ata do e gjejnë personin për të cilin t'ju rahe zemra fort. Në planin financiar shpenzoni me maturi dhe nuk do keni as problemin më të vogël. Luani. Ditë e turbull dhe her pas here e mbushur me mosmarrëveshje kjo e sotmja. Mos e ngrini më shumë se sa duhet zërin dhe mundohuni të sqaroni çdo gjë me qetësi. Beqaret do kenë një ditë të zakonshme dhe pa asgjë të veçantë. Më mirë do jetë t'i merrni gjërat sa më shtruar. Të ardhurat do kenë goxha përmirësime. Do ndiheni disi më të qetë. Virgjëresha. Do dashuroheni çmendurisht sot me partnerin tuaj dhe do jeni gati për të marrë edhe ndonjë hap më tej. Në momentet që më pak e prisni, ai mund t'ju bëjë edhe ndonjë surprizë. Beqaret do njihen me disa persona, por nuk do ndihen të sigurt nëse ata janë të duhurit apo jo. Problemet financiare do zgjidhen më shpejt se sa mendonin. Peshorja. Priten disa probleme të vogla sot në jetën tuaj në çift, por gjithçka mund të zgjidhet me tolerancë dhe mirëkuptim. Gjithsesi, mos prisni gjëra të jashtëzakonshme menjëherë. Beqaret nuk do jenë me fat dhe do mbeten sërish me të njëjtin status. Të ardhurat do jenë të qëndrueshme. Mos kërkoni t'i përmirësoni ato menjëherë sepse mund të bëni ndonjë gabim. Akrepi. Do ketë mosmarrëveshje të vogla në çift gjatë kësaj dite, por asgjë për t'i shqetësuar. Të dy do t'regoheni më të hapur dhe do sqaroni gjithçka sa hap e mbyll syt. Beqaret duhet të jenë të vëmendshëm sepse në një moment do jenë disa persona që do i vështrojnë me kurreshtje. Në planin financiar mos bëni çmenduri sepse mund të pendoheni mjaft për këtë arsye. Shigjetari. Do keni konflikte me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do mundeni dot të jetoni të qetë. Asgjë nuk do shkojë ashtu si e kishit ndëruar, megjithatë nuk duhet të bini në pesimizëm. Beqareve do ju rëndoj ende vetmia. As sot nuk do ketë mundësi të shkëlqyera. Financat mund të jenë të qëndrueshme vetëm nëse ju nuk shpenzoni kuturu. Britsjapi. Ditë e animuar dhe mjaft e ngrohtë kjo e sotmja për të dashuruarit. Partneri do ju bëj edhe disa propozime interesante të cilat, nëse i pranoni, mund t'ua ndryshojnë të ardhmen. Beqaret do kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim mbreslënës. Në planin financiar nuk duhet të bëni çmenduri për të rritur të ardhurat, por më mirë pak nga pak dhe pa rrezikuar. Ujori. Ditë shumë e zakonshme dhe pa asgjë të veçantë kjo e sotmja për të dashuruarit. Merrini gjërat si t'ju vinë dhe bëni atë që ndjeni. Beqaret do kenë një ditë normale. Do ndihen mirë me të afërmit dhe miqt dhe nuk do mërziten që nuk do e gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar do jeni shumë të kujdesshëm dhe të zotët. Do merrni masat e duhura dhe do e përmirësoni shumë shpejt situatën. Peshqit. Asgjë nuk do shkojë ashtu si ju e kishit menduar për jetën në çift gjatë kësaj dite. Debatet me partnerin do jenë të njëpasnjëshme dhe secili do kërkojë më tepër pavarësi. Gjeni zgjidhjen më të mirë për të dy. Beqaret me shumë gjas do fillojnë të afrohen me tepër me një mik të vjetër. Në planin financiar do keni goxha surpriza.